Numri i vjedhjeve të cilat po ndodhin në vendin ton është i madh, është shqetësuese, bëhet fakti se vjedhje të shumta ka në shtëpi, apartamente e lokale të ndryshme. Vetëm gjatë 25 dhjetorit në disa rajone të Kosovës janë raportuar raste të shumta të vjedhjeve dhe grabitjeve, duke e bërë kështu fenomen shqetësues për sigurinë e qytetarëve. Në rrugën Tahir Gashi, Prizrenje, qytetar ka raportuar fillimisht se nga shtëpia e tij janë vjedhur para të gatshme dhe stoli ari. Policia ka dalë në vendin e ngjarjes dhe rasti është nën hetime. Po ashtu në Prizren në rrugën Ekrem Rexha rreth orës 00:03 është arrestuar një i dyshuar i cili nën kërcënimin e thikës ka grabitur 200 euro nga një barnatore, e i njëjti dyshohet se ka tentuar grabitje edhe në një barnatore tjetër. Me vendim të prokurorit ai është dërguar në mbajtje. As Mitrovica nuk ka shpëtuar pa vjedhje, ku në fshatin Shupkovc të Mitrovicës së Jugut personat pa njohur kanë deportuar me forcë në një shtëpi, duke vjedhur kështu gjësende të ndryshme. Rasti po hetohet. Ndërkaq në rrugën Afrim Zhitia po ashtu në Mitrovicë të Jugut, rreth orës 10:17 është raportuar vjedhja e një veture me targa lokale. Se cilat janë shkaqet që po dërgojnë në vjedhje masive në vend, ende nuk dihet.